Shumë faleminderit që jeni këtu sot. Për ne është një ditë e rëndësishme këtu në Fier, pasi AKPA ka organizuar një nga panajirët e punës më suksesshme kohët e fundit në përgjithë Shqipërinë dhe erdhi radha dhe Fierit. Nga pjesëmarrja duket që ka shumë djem e vajza të interesuar për pozicionet e punës, janë shpallur 1800 pozicione pune nga më shumë se 50 kompani, apo jo. 50 kompani rajonale që operojnë në fushat ndryshme. Kemi parë në fushën e ndërtimit, në linjat e prodhimit, në arsim madje dhe hoteleri turizëm. Kështu që unë do të thoja që deri në orën 5 sot të pasdites, që do të jenë të gjitha kompanit këtu, do të ishte mirë që të gjitha të rinjt e të reja, por edhe burra dhe gratë unë Fier, që duan të punësojnë, ta vizitojnë panajirin e punës. Shpesh ndodh që vetë ata që kërkojnë punë janë pak skeptik dhe dyshues për sa i përket aftësisë të një panajiri për të punësuar. Por nga ana tjetër, me bisedat që unë dhe Klevisi bëm në të gjitha stendat deri tani, kemi kuptuar që oferta është e vërtet, që të gjitha numrat që janë marrë dhe kontaktet për sa i përket interesit të ndryshëm, do të kalojnë pastaj në një fazë intervistimi për të konkluduar me kontratat, sigurisht me ata që përmbushin kushtet. Kështu që kjo ka qenë një ditë shumë frutëdhënëse dhe unë besoj që është thjesht një hap i parë dhe në panajirin tjetër për shkak të gjithë rasteve të suksesit që do vinë përmes këtij panajiri do ketë edhe më shumë pjesëmarrës. Shumë faleminderit. Është Albania, kur prindërit të jetë data për plotësimin e formularit, por shtypën e Albania shfaqet direkt formulari i aplikimit të regjistrimit dhe vetë direkt në databazën e sekretarisë